Këngëtarja kosovare Fatlume Popovci ka konfirmuar zyrtarisht ndarjen nga bashkëshorti i saj, duke i dhënë fund një martese që zgjati plot 20 vite, lajmi i cili prej kohësh qarkullonte në opinionin publik dhe në rrjetet sociale, u bë i ditur nga vetë artistja në një intervistë ekskluzive për emisionin prive. Gjatë intervistës, Fatlumja foli hapur për periudhën e vështirë që ka kaluar në martesën e saj, duke theksuar se raporti mes saj dhe bashkëshortit nuk ka qenë funksional në vitet e fundit. Sipas saj, problemet kanë qenë të pranishme prej kohësh, ndërsa 2 vitet e fundit kanë shënuar një përkeqësim të dukshëm të marrëdhënies. 1 vit e gjysmë ose 2 vitet e fundit nuk është se ka qenë raporti siç e kemi pas, u shpreh ajo duke lënë të kuptohet se vendimi për ndarje nuk ka ardhur papritur, por si rezultat i një procesi të gjatë reflektimi dhe përpjekjesh për ta shpëtuar martesën. Këngëtarja theksoi se nuk e konsideron veten fajtore për përfundimin e kësaj lidhjeje, duke nënvizuar se ka dhënë maksimumin për familjen e saj. Unë vetëm e di që nuk jam fajtore, jam munduar me çdo të mirë për të djalin familjen e tij, deklaroi ajo. Një nga deklaratat më të forta të Fatlume Popovcit ishte ajo se gjatë gjithë martesës është ndjerë e pasigurt dhe e detyruar të mbajë mbi supe role të shumta. Sipas saj, mungesa e stabilitetit dhe sigurisë emocionale ka qenë e pranishme që nga fillimi i lidhjes. Qysh prej fillimit të lidhjes nuk e kam pas stabilitetin 100%, me të nuk e kam pasur sigurinë në shumë aspekte. Për këtë arsye jam detyruar me qenë edhe burrë dhe grua në familje, u shpreh ajo. Rrëfimi i sinqert i këngëtares ka ngjallur reagime të shumta në publik, me shumë ndjekës që kanë shprehur mbështetje për vendimin e saj. Fatlume Popovci mbetet një nga zërat e njohur të muzikës shqiptare, ndërsa kjo fazë e re e jetës së saj personale shihet si një hap drejt qetësisë dhe vetërespektit.